Alors on danse. Ledio, ç'kemi ndonjë gjë? Mirë, faleminderit. Agulla, para se të t'jap fjalën, vlla, do shohim sa imazhe. Kot për qef. Ledio, lajmi i fundit fakt është që Izraeli gulla ka goditur sot centralet bërthamore iraniane. Civile. Civile. Dakor, nuk tham ushtarake. Civile, ato që mbajnë me energji. Po. Në këto kushte, normalisht janë prish negociatat, sepse Donald Trump i tha 10 ditë tha nuk do bombardoj. Se dim ma janë prish apo ka një tentativë për t'i prish? Kanë tentativë për t'i prishur. Tani, para se t'ja fjalën kulla se ç'ishte kjo që ka bërë Izraeli, në fakt izraelitët kanë thënë zyrtarisht që ne e kemi bërë me amerikanët. Këtë imazhe i shikojmë në ekran. Ledio mund të Ledio na futësh gjithë imazhet që janë te tema 1. Këto janë për shembull janë imazhet e Iranit kulla apo jo? Po. Janë këto raketat balistike që normalisht këto perceptohen nga radarët kulla? Ato dalin në stratosferë si kapdot. Po pra. Këto janë imazhe në 3D. Domethënë ata kanë sisteme THAAD janë për të kapur këto. Po në çdo 3 raketa 2 në çdo 3 raketa 2 penetrojnë dhe 1 kapet. Pasi edhe sistemet THAAD kushtojnë shumë. Sistemet THAAD se kanë amerikanët apo kanë dhe izraelitët? Amerikanët i kanë dhënë 2 sisteme izraelitëve dhe me luftanijet e tyre kanë sjellë edhe 2 sisteme. Kjo është ajo që shpërndahet kulla, Po kjo pastaj shpërndahet. Kjo është e tmerrshme thon. Kjo është ajo që ka bërë shumë dëme në Izrael. Vazhdojmë Ledio. Këta imazhe 3D-s zoti mos ngadroni nuk janë reale, janë thjesht si inteligjencë artificiale. Jo, as inteligjencë artificiale, janë imazhe 3D në fakt. Këto janë opsionet kulla. Opsionet ku mund të hyjnë amerikanët me trupa. Një opsion i parë thotë ishulli Karg. Dakor? Në fakt janë 3 ishuj që mund të hyjnë. Po, ky është kryesori se ky mban 8% të gjithë stokut të naftës dhe gazit. Ky është problemi se unë nuk besoj se do hyjnë. Besoj që opsioni është që ata nëse nuk mbyllën negociatat si të duhet, unë besoj që lufta do jetë shkatrimi i këtyre ishujve që mbajnë me armë shumë të rënda, termobarike e tjerë, në mënyrë që të shkatrohet, nuk besoj që do të tentojnë ndërhyrjen me trupa, sepse do të rrezikonin shumë vdekje ushtarësh. Po nuk e i sigur për këtë. Opsioni 2 kulla është ky ishuj Keshëm dhe Laraku. Këto janë ishuj që janë të diskutueshëm. Populluar nga Arabë janë këta më shumë. Po, janë të diskutuar gjithmonë për territor me Emiratet e Bashkuara, për shkak se janë ishuj që janë banuar me arabo-iranian. Edhe ndodhen pikërisht në ngushtitë. Ja dhe këto të famshme këto. Ajo gjë që dim është që amerikanët po përgatisin gati rreth 10.000 trupa. Por ndërkohë iranianët kanë 1 milion trupa të gatshëm. Opsioni 3 kulla, se kjo është sa për hyrjes, kemi hyrë akoma në lajmin e fundit. Opsioni 3 është mision sigurie detare, po. Mision sigurie detare që është nëpërmjet trupave marinëse me ndërhyrje me forca speciale o në ruajtjen e kanalit kur kalojnë anijet o me forca speciale o me helikopter ose me bombardime, po gjithmonë janë emisione shumë të rrezik, ose pastaj opsioni 4 me amfib. Sulme me amfib detar. Amfib është ajo që pak më parë që ndoshta do e nxjerrë prapë Ledion nëse mundet. Sulme me amfib detar, këto janë këto amfibët. Amfibët mbajnë armatime, mbajnë dhe ushtar. Kjo do të thotë që do të kishim tentativë për ndërhyrje me trupa dhe do të kishim luftë drejt për drejt me trupa në. O ti si njeri që merr vesh nga që je specialist tek pjesa gjeo ushtarake kulla. A në qoftë se ndodhin, ato ndodhin një nga këto 4 opsione që sapo tham tani apo mund ndodhi një 5 që asnjë nuk e di? Unë mendoj që do ndodhi opsioni i shkatrimit të ishujve dhe të kapacitete ushtarake me armë termobarike ose armë të shkatrimit më. Nuk do futen me trupa thua ti? Rrezikojnë shumë. Po kjo trupave është bllaf, sepse ata janë zhvendosur shumë. Jo, kjo nuk është bllaf, kjo është një parapërgatitje nëse do ketë nevojë për ndërhyrje me trupa, po që të përballë një ushtrie me opsioni 4 ç'është kjo? Kanarak, Shabahar apo është e njëjta ajo që thamë? Jo, kjo është alternativa nëse do kishte kryengritje nga brenda me popullsitë që nuk popullsitë arabe ose popullsitë palestinase. Po. Es Ledio, kaloni një video tjetër lutem se s'dua të fitoj, nuk dua të mund pas kohë, se dua të futem me kullën direkt te lajmi i fundit. Pse sot Izraeli vendosi
Abba, this is the first part. Wow. Ky ishte para pak ditëve më duket apo. That is crazy. Është kur goditën ata anijen në Wow. kur goditën kë anije kanë goditur. Edhe sot ka pas goditjet një anije kuvajtiane. Tajlandeze. Po ishte kuvajtiane, po i kishte vënë flamurin tajlandez, po nxirrte naftën nga Kuvajti. Mos harrojmë që nafta e Kuvajtit është bërë sebepi i sherrit të dy luftrave, edhe të luftës Iran-Irak në 1980-ën, edhe të luftës vitit 1990 kur amerikanët sulmuan Saddam Husseinin për të parë dhe përzu nga Kuvajti. Kështu që sepse Kuvajti është një territori vogël, po me shumë naftë. Ndërkohë që me që ishte Edhe është në kufi mes Irakut edhe Iranit, dhe Gjirit Persik det. Sot dhe dje iranianët kanë lejuar, nuk kanë bombarduar disa anije të Malit, shtetit i quhet Mali në Afrikë, që të kalojnë. Po ti e di që Mali s'ka det. Prandaj ndoshta. Ka flamurin. Ka shitur flamurin. Dhe sa disa anije të tjera kulla, kanë shpëtuar sepse kishin hequr flamujt e vendeve të tyre dhe kishin vënë flamurin kinez. Sigurisht, sepse Irani ka informuar që nuk do t'i sulmoj anijet me flamur kinez, dhe do sulmoj me dron detar edhe me mina detare të gjitha anijet që nuk marrin leje të Iranit. Se ka dhe një problem me që flasim. Ndërkohë ka dhe një listë çmimesh për llojin e anijeve, dhe që shkojnë nga 2 deri në 5 milion dollar për që ta kalosh. Dhe sot po diskutohet. Do me thënë, ki parasysh që një qëndrimi një anije në gjik ka kosto, për një ditë ka kosto shumë të larta. Dhe në qoftë se kompania ose kompania sigurime do të pagunte 2 milion deri në 5 milion dollar, ajo është një vlerë shumë e lartë për atë që shumë, por do të siguronte vetes kalimin dhe uljen e humbjeve, të cilat janë shumë të larta. Biznesi më të madh tani janë duke bërë kompanitë e resigurimeve të anijeve dhe sigurime, të cilat janë duke fituar shumë para, apo ndërkohë dhe rrezikojnë shumë para në rast se anijet e tyre sulmohen. Kulla ndërkohë, Lloydset e Londrës. Nuk dihet çat kujton kompania Lloyds e Londrës. jo, çam kujton. Risiguristit më të mëdhenj të botës. Kompania që janë financat britanike, tregon që prap britanikët janë ndër kryesorët e botës për çështjet se sigurohen anijet aty. Po. Këtë e kemi diskutuar bashkulla që mos mbasim kohë, ato 5 pikat e famshme të Iranit. Jo, këtë nuk e kemi diskutuar. As kemi diskutuar bashkë. Jo. Po para se të mësojmë atë kulla, ke letjet të nxjerrit tani në ekran. Sayed Abbas, Ministri i jashtëm i Iranit. Irani që ka thënë Izraeli ka goditur e do etik të komentoj. Izraeli ka goditur Lajmi i fundit është lajm para gjysmore. Të çelikut në Iran, një termocentrale, po tani futemi direkt tek te lajmi i fundit kulla. Ç'a ndodhi sot, si ka ndodhur, në çfarë ka ndodhur, nëse i ke këto detaje dhe pastaj të më thuash pse është bërë kjo punë, ndërkohë që Trumpi kishte thënë 10 ditë lajmi. Atëre, duhet të japim disa detaje të lajmit. Lajmi vjen nga disa burime dhe konfirmohet nga ministri i jashtëm i Iranit, i cili është konsideruar tani si një nga 2 negociatorët kryesor mes Iranit edhe SBA-s nëpërmjet Pakistanit. Pastaj do flasim dhe kush është figura në Pakistan që është duke negociuar mes palëve. Dhe është dhënë konfirmimi nga administrata amerikane që ministri i jashtëm dhe kryetari i parlamentit janë të vetmet figura që nuk do të goditen për të eliminuar, pikërisht sepse janë figura ndërmjetëse. Dhe ministri i jashtëm ka konfirmuar tash është ora 9:10, rreth një orë përpara, që janë goditur disa fabrika të prodhimit dhe të përpunimit të çelikut në Iran. 2 nga cilat prodhonin energjinë e tyre nëpërmjet energjisë bërthamore. Pra kanë dhe impjant prodhimit të energjisë bërthamore, po janë në uzinat çelikut. Për këtë arsye Irani ka thënë që ne atëherë si kundër përgjigje do të godasim disa uzina çeliku në gjithë rajonin nga Çeliku çdo më thënë. Çeliku ka shumë rëndësi. Çelik? Çeliku ka shumë rëndësi sepse në rastin konkret do të thotë burimi nga ndërtohen raketat. Bravo. Pra ka lidhje me? Ka lidhje me sistemin raketor dhe me atë... Ushtarak. Po, me sistemin ushtarak. Dhe kjo ka ardhur pikërisht në një moment, pra Izraeli ka konfirmuar sulmin dhe ka konfirmuar që këtë e ka bërë në bashkëpunim me Amerikanët, gjë që sjell një krizë jo të vogël pikërisht në këtë moment delikat për negociatat cilat janë edhe s'janë, sepse nga një anë kemi
thënjet e presidentit Trump që kemi negociata. Pikërisht po. Në anën tjetër nuk kemi konfirmim të negociata, po kemi detyrimin të tregojmë se çfarë po ndodh me këto të quajturat negociata. Pra ka një rrëfim me negociata me palë të tretë, ku negociatori, Izraeli ka goditur 2 nga fabrikat më të mëdha çelikut në Iran, një termocentrale dhe centralë bërthamore civil, ndër të tjerat infrastrukturë, ndër të tjera infrastrukturë. Izraeli pretendon se ka vepruar në koordinim me SHBA-n. Sulmi bie ndesh zgjatur me afatur POTUS për diplomaci. POTUS është komanda amerikane. Dhe pastaj Irani do të kërkojë një çmim të rënd për krimet izraelite. Pra ka paralajmëruar që do të sulmojë Izraelin dhe fqinjet fabrikat e çelikut të tyre. Po të thoja që negociatori në fakt është general Muniri, i cili është shefi shtabit të forcave të armatosura të Pakistanit, i cili ka një marrëdhënie personale shumë të mirë me presidentin Trump, dhe është duke folur edhe me iranianët me cilët kanë marrëdhënie shumë të mira, por edhe me amerikanët. Çështja është që në Amerikë tani ka një përplasje mes zëvendës presidentit dhe Pentagonit, pasi palët kanë kërkuar që të jetë zëvendës, pra kur themi palët iranianët dhe pakistanezët, por edhe me sa duket arabët, të jetë zëvendës presidenti i SHBA. Gjidia, nuk duan Gjide Vance, po ndërkohë Gjide Vance ka një marrëdhënie prej kohësh tashmë problematike me izraelitët. Është raportuar në media, nuk jam i sigurt se sa është e vërtet, po përderisa është nxjerrë në media, është bërë lik në media, diçka të vërtet ka, që ka patur disa telefonata të tensionuara mes Gjide Vanceit edhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Bibit, të cilit i ka thënë që në mënyrë tinzare ju keni gënjur presidentin Trump që ajo gjë që do të mjaftonin pak sulme dhe eliminimi i Khameneit dhe nuk ishte rrezik për një luftë afatgjat, por do të binte regjimin, ndërkohë që ka ndodhur komplet e kundërta. Pse është thënë kjo? Sepse ndërkohë në Teheran janë bërë 2 mitingje shumë të mëdha, më të mëdha në histori. Një në përkujtimin e vdekjes Khameneit dhe një miting tjetër për urimin e Ajatollahut të ri, pra Khameneit djalë. Në të njëjtën kohë, ata kanë pritur që liderët fetar sunit në territorin, në këtë zonën që quhet Arabistan brenda Iranit, por edhe këta që janë këthe nga zona e Baluchve, nga zona e Pakistanit, të dalin dhe të bëjnë thirrje për kryengritje të brendshme përveç kurdëve. Kjo gjë vetëm që s'ka ndodhur, por sot i pari i sunitëve të Iranit ka dalë dhe ka bërë thirrje në mbështetje të regjimit dhe kundër pushtimit nga jashtë. Për të rikthyer edhe një herë këtu kulla. Po. Tek lajmi që kemi të shuar në ekran. Po. Kur thuhet përveç çelikut, ka qenë vetëm një central bërthamor civil që është goditur apo disa? 2 centrale bërthamore civil. Bukur. Që do të thotë 3 uzina çelikut. Ne nuk dimë në momente se sa është dëmi atje, sepse fatikisht ato shërbejnë për energji vetëm për industritë në Iran apo edhe për energjinë e popullsisë civile në kuptimin individual. Shiko, nëse të kujtohet, para disa ditësh presidenti Trump tha që ne do t'i godasim impjantet e energjisë civile e tjerë. Dhe pastaj tha deri në datën 6 prill se po japim kohë negociatave. Ndërkohë këtë kohë të negociatave nuk e ka respektuar Izraeli, ndërkohë që objektet kanë qenë të përcaktuara që do goditeshin. Atëherë kjo gjë e shtyn luftën edhe një model tjetër. Pra tani do shohim nëse Irani do ta trajtojë me ftohtësi këtë punë apo nëse Irani do t'i kundërpërgjigjet siç ka paralajmëruar 5 ose 6. Ka mundësi të kundërpërgjigjet thua ti? Unë besoj që po. E ka dëshmuar që deri tani ata çfarë kanë thënë e kanë bërë. Çfarë thotë ky këtu më kulla? Sipas kërkesës iraniane, këtu ka qenë shumë i qartë, ka thënë pavarësisht deklaratave të gabuara, ka thënë ka negociata dhe po shkojnë përpara dhe presim deri japim kohë 10 ditë dhe presim deri me 6 prill. Ndërkohë që është goditur sonde. Njëri nga termocentralet që flasim. Ndërkohë parantezë shkurtër fare për të mos humbur kohën, sot kishte thënë, kishte dalë në konferencë shtypit, si del çdo ditë, nuk e di sa herë flet 4 herë në ditë. Trumpi dhe kishte thënë një moment që ata na kanë bërë, tha, t'ja u themi, kishte thënë këtyre, ishte me këta. Po. Qeverisë aty kishte thënë, t'ja them apo jo? Si doni i tha, nuk e di me kë flit tani. Me bashkëpunëtorët e vetë. Edhe tha se domethënë për dhuratë që më ka bërë iranianët,
Që dhurat më kanë bërë. E tha, më kanë dhënë 7 anije, e tha, me naftë, me kështu. Më kanë lënë dali 7 anije. Më kanë lënë apo kanë dhënë? Kanë dhënë pra, kur kanë dhënë, kanë lënë dalin, se 7 anije do të thotë që në A, nuk ishte në kuptimin që mi kanë dhënë, mi kanë falur. Kanë lënë 7 anije. Është kuptimin që, shiko, në këtë moment, gjithçka, si çdo herë tjetër, kur të bëjmë leximin e luftës, duhet të rendisim një nga një ato shtyllat e sigurisë. Ku shtylla e parë e sigurisë është ekonomia. Dhe për të lexuar veprimet e Trumpit dhe Tiranit, duhet të shohim reagimet e tregjeve dhe të traderëve, pra njerëz që merren me bursat në gjithë botën. Dhe duke qenë që bursat fillojnë, për shembull, pas 2 orësh fillon bursa, megjithëse në fundjavë janë të mbylla, por fillojnë bursat aziatike, ndërkohë që mbyllen bursat në Amerikë. Dhe loja me deklaratat ndikon shumë në tregje. Pra, mjafton një goditje, mjafton një tension, mjafton një mbyllje dhe rriten çmimet e... Shumë kjo e Izraeli që goditi këto bërthamore. Kjo Izraeli që goditi këto bërthamoret mund të ketë çuar, do ta shohim pas. Cila bursë ngrihet në këtë moment? Në këtë moment bursat aziatike që hapen pas disa orësh. Po pse, ngrihen apo bien? Ngrihen sepse në momentin që ngrihet tensioni dhe domethënë bien bursat dhe ngrihen çmimet. Pra humbin investitorët dhe bien dhe ngrihen çmimet për shkak të faktit sepse në atë moment pikërisht industritë cilat përdorin lëndën e parë dhe industritë e cila vendeve janë industritë e vendeve më të industrializuara sot, sepse për shkak të procesit të deindustrializimit që bëri perëndimi në 20 vjeçarin e fundit, ato janë transferuar kryesisht ku? Në Kinë, në Indi, në Vietnam, në Japoni, në Indonezi, në Filipine, pra në gjithë zonën e Azisë dhe e gjithë kjo 80% e lëndëve të para që dalin nga Irani janë të destinuar të shkojnë në Azi. Kështu që tensioni që kanë industritë është ku do ta sigurojnë lëndën e parë, sepse në këtë moment kemi 2 kriza që t'ia shpjegojmë njerëzve. Kriza në radhë parë e çmimeve dhe kriza reale e sigurimit të lëndës parë. Dhe këto gjëra të ndërthuara të dy bëjnë 1 pasigurinë e tregjeve, 2 nervozizmin e qeverive dhe të faktorëve politik, dhe 3 destabilizimin total të bursave. Pra të tregjeve financiare. Gjithsesi, dikush fiton, dikush humbet Israeli, nuk është më basin të gjitha apo jo? Jo, zakonisht fiton pakisa, humbet shumica. Si gjithmonë. Po sigurisht. Prandaj luftat në thelb janë të mira apo jo? Sigur kur nuk ka vdekje njerëzish, dua të them. 5 faktorët e sigurisë ndërkombëtare, 5 shtylla duhet të ti përmend. Jepi. Po. E para është ekonomia, e dyta është shëndetësia, e treta është demografia, e 4 janë ndryshimet klimatike, territori gjithashtu dhe 5 janë luftat. Gjitha këto bashkë përbëjnë ato që quhet siguria ndërkombëtare. Luftat i le të pesat për nga janë të pesat për nga rëndësia. Këto 4 dhe lufta është e fundit thua ti lufta. Po, lufta është e fundit. Dakor. Po jo më pak e rëndësishme. Jo, janë të pesa shumë të rëndësishme, por radhiten në këtë formë. Perl. Ora është 9 ose 21:24 minuta zonja Zotri, jemi live këtu me Ilir Kullën. Si çdo të premte në orën 9 darkës dhe në orën 11 dhe pak. Pas Ilirit do vijë Ndrit Vokshi me cilin do flasim për një tjetër aktualitet. Ndërkohë ju kujtoj të gjithëve se ky emision quhet Zonë e Lirë, është emisioni